Vazhdon, brenda ditës janë paraqitur raste të reja të keqtrajtimit serik dhe pedofilis në Itali dhe Norvegji, duke dëmtuar edhe më tej imazhin e Vatikanit dhe të vetë Papës Benedikt. Skandalet me pedofili dhe abuzim të fëmijëve brenda institucioneve të Kishës Katolike në tërë botën duke të mos kenë të ndalur. Vetëm brenda disa orëve të kaluara nga Italia dhe Norvegjia kanë arritur raporte dhe akuza për së paku 5 raste të tjera të abuzimit seksual me fëmijë që kanë zgjatur me dekada të tëra. 66 ish nxënës të Institutit Kishtar për fëmijët e shurdhër në Veron të Italisë kanë dëshmuar se gjatë gati 40 vjetëve që nga vitin 1950 e deri më 1987, nxënësit e këtij instituti të gjithë djemë të moshave 6 deri në 14 vjeç kanë qenë viktima të dhunimeve sistematike të kryera nga së paku 25 priftërinj të ndryshëm. Në mesin e priftërinjve që kanë abuzuar fëmijët seksualisht është edhe Giuseppe Zenti, prift nga Verona, të cilin dioqeza lokale e ka propozuar për shenjtrim. Që situata do bëhet edhe më e rëndë, viktimat insistojnë që disa herë kanë lajmëruar instancat më të larta kishtare për këto raste të pedofilis, por të gjitha raportet e tyre janë injoruar përderisa priftërinjt abuzues kanë vazhduar të punojnë në institut dhe të abuzojnë viktima të reja tërësisht të papenguar. Sipas tyre, numri i vërtet i viktimave të pedofilisë së priftërinjve në Institutin e Veronës është shumë i madh, pasi që pjesa dërmuese e viktimave nuk ka dëshiruar të dëshmojnë nga turpi apo frika. 66 viktimat insistojnë që sipas asaj që kanë parë gjatë qëndrimit të tyre në institut dhe sipas bisedave me nxënësit e tjerë, çdo i treti nxënës i këtij institucioni kishtar është dhunuar së paku një herë gjatë qëndrimit të tij atje. Ndërkohë nga Norvegjia kanë ardhur raporte për 4 incidente të ndara të dhunimit të djemve nga priftërinjt, që kanë ndodhur gjatë një periudhe 30 vjeçare dhe nuk kanë lidhje njëri me tjetrin. Papa Benedikti XVI deri më tani nuk ka dhënë komente rreth këtyre skandaleve të reja, por një numër i madh i besimtarëve katolik tani më kanë filluar të kërkojnë dorëheqjen e tij nga posti i kreut të institucionit më të madh fetar në botë.